Mirëmbrëma shikues të nderuar. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa në kuadër të një turi ballkanik më 3 qershor do të vizitojë dhe Kosovën. Costa ka paralajmëruar takime me udhëheqësit e institucioneve dhe të partive politike, ndërsa njësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se vizita e zyrtarit të lartë të Bashkimit Evropian në këtë kohë fushate përcjell mesazhe të qarta për politikanët që të mos vonojnë formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të së dielës. Në këtë kohë të fushatës zgjedhore, presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa të mërkurën e kësaj jave do të qëndrojë për vizitë në Kosovë. Zyrtari I lartë I Bashkimit Evropian ka paralajmëruar takime me udhëheqësit e institucioneve në detyrë dhe me liderët e partive politike. Ligjëruesi I integrimeve evropiane Avni Mazreku vlerëson se njëri ndër qëllimet e vizitës së presidentit të Këshillit Evropian është kërkesa për stabilitet institucional në Kosovë. Normalisht është mbrana pritjet mia se do të ketë mesazhe edhe soi përket proceseve zgjedhore që ka kalu Kosova tash një kohë të gjatë dhe që normalisht këto ndikojnë në stabilitetin institucional të vendit përkatës, në këtë rast të Kosovës, e që stabiliteti institucional është një nga kriteret bazë që duhet shteti respektiv të I plotësoj si ndër kriteret kritike. Politologu Albinot Maloku tha se presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa do ta shfrytëzojë vizitën e tij në Kosovë për të dhënë rekomandime për përfaqësuesit politik, në mënyrë që pas zgjedhjeve të mos krijohen kriza në formimin e institucioneve. Sipas tij, çdo krizë që mund të krijohet shkakton regres në rrugën integruese të Kosovës. Kjo vizitë rajonale, e cila do të ketë edhe stacion në Republikën e Kosovës, me siguri që do t'i dedikohet energjisë ashor çfarë thotë edhe vetë Bashkimi Evropian, që ndërlidhet edhe me pozicionin e sigurisë rajonale, po edhe të perspektivës evropiane. Dihet mirë filli që Republika e Shqipërisë dhe Republika e Malit Zi kanë një rrugtim të mirë me gati edhe me afate të caktuara drejt integrimit në Bashkimin Evropian, por rrjedhoi Republika e Kosovës ka regres të fuqishëm, sidomos duke u nisur këtë periudhën e 5 vjeçarit të fundit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian gjatë kohës së bllokadës politike për formimin e institucioneve kishin bërë thirrje që institucionet të formohen pa vonesa, për shkak se Kosovën e presin sfida në arenën ndërkombëtare. Sipas njohësve të integrimeve evropiane, edhe presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Kosovë pritet ta ketë këtë fokus. Pa stabilitet institucional nuk mund të konsiderohet edhe stabiliteti përkatësisht performanca e institucioneve tjera të specializuara që kanë detyra dhe përgjegjësi në procesin e aksesionit të një shteti në Bashkimin Evropian. Domethënë, zgjedhjet e lira dhe demokratike, ku nuk cenohet përkatësisht, nuk kontestohet rezultati I tyre, janë kriteri që bjen në kuadër të kriterit të parë apo kriterit politik të Kopenhagës. Të shfrytëzoj nga kjo situatë, edhe për të lënë të informuar Republikën e Kosovës për obligimet që I ka. Ju e dini shumë mirë që insistimin për pasjen e misioneve shkon paralelisht me insistimin për jetësimin e marrëveshjes së ndodhur në Bruksel dhe në Hor në vitin 2023, që Republika e Kosovës ka obligim. Ndërkohë, I dërguari I Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka paralajmëruar vazhdimin e dialogut në Bruksel në muajt e ardhshëm, duke paraqitur edhe planin për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Megjithatë, partitë politike gjatë fushatës nuk kanë shpalosur vizionin e tyre se si e shohin vazhdimin e dialogut pas formimit të institucioneve të reja. Këtyre qasteve Aleanca po mban tubim zgjedhor në Gjilan, ku është një ekip I yni atje I cili transmeton drejt për drejt këtë ngjarje. Me ata që në kohërat më të vështira. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21, jemi në shtetin e Gjilanit, saktësisht pranë ditës e 5 të aktiviteteve të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës në kuadër të fushatës elektorale. Në këtë tubim po dallohet një pjesëmarrje qytetarëve për ta mbështetur këtë parti. Përndryshe, për dallim nga garat e kaluara në nivel të vendit, kjo parti për herë të parë bartës të listës e ka Ardian Gjinin. Për Gjinin, kjo është hera e parë që merr pjesë në këtë garë për kryeministër, ndërsa më parë ka qenë edhe kryetar I Gjakovës për disa mandate. I ftoj shikuesit e Radio Televizionit 21 që ta ndjekin për pak fjalimin e kandidatit për deputet Ahmet Isufi.
edhe si ministër kalon vepra prapa e ato janë dukshme e ne si kolegë që jemi për 26 vjetë në radhë, që kur është kriju Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kemi angazhimet më të mira me ta, edhe unë e besoj që Kosova do ta ketë fatin, ta ketë një kryeministër si Ardian Xhini për ta nxjerrë nga kjo gjendje Kosovën tonë. Më lejoni në fund ju them që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka listën më të mirën me njerëz që janë dëshmuar në kohra vështira, me njerëz profesional, ekspert mirë, me njerëz devotshëm, 110 ku doni prekni e keni një vlerë të shtuar të listës sonë, e kjo e bën Aleancën shumë të mirë me njerëz të mirë. Programi saj është po ashtu program që është kriju për ekspertëve, po ja kemi dhënë vijën e orientimit cilin do t'i sjellë rezultate Kosovës, e ne do t'jemi ata që do t'a rikthejnë Kosovën binartë e vetë, qoftë në zhvillimin e mbrapshëm, qoftë në raporte me jashtë. Faleminderit që jeni gjithë këtu e urime suksese. Ky ishte fjalimi i kandidatit për të vërtetë nga rada e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Yusufi. Ashtu si shpeshit pa shihet një mbështetje për këtë parti nga ky qytet. Me që sot është dita e 5 e fushatës së gjatë këtyre ditëve, Aleanca e Ardhmërisë së Kosovës ka pasur disa premtime, pra është zotuar për siguri, energji dhe zhvillim. Siguri, në aspektin e sigurisë, për qëllim ka forcimin e marrëdhënieve me aleatët e Kosovës si NATO, SBA dhe vendet e Bashkimit Evropian, pastaj shfrytëzimi i pasurive në toksore të Kosovës siç i myrit për prodhimin e energjisë dhe rrymës, e që sipas tyre e ul edhe importin e energjisë nga jashtë. Premtimi i Xhinit pra më i veçantë për qytetarët e Kosovës janë edhe tatimet e ulta për ata që punojnë tokën, pasi që sipas tij taksat e larta po i penalizojnë buqet. Pra kjo është dita e 5, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka pasur tubime edhe ditë më parë në Istok, në Podujev, Klin, Rallvec e Gjakov. Për më shumë detaje nga fushata e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, juftoj që të ndjekni materialet më vonë. Kishim drejt për drejt në transmetim tubimin e Aleancës në Gjilan, do të vazhdojmë me materialet të tjera. Vëzhgues të proceseve zgjedhore thanë për Radio-Televizionin 21 se lëvizja vetëvendosje të dielën përveç që shkeli ligjin për zgjedhjet ka shkelur edhe konventën për të drejtat e fëmijëve. Sipas tyre PZAP për këtë çështje ka parashikuar dënime të ashpra të cilat, siç u tha, mund të mbërrijnë deri në 40.000 euro. Deklaratat e tyre pasuan një tubim të lëvizjes vetëvendosje në Vushtri, ku shfaq një emitur e cila recitoi një poezi me përmbajtje politike. Një tubim i lëvizjes vetëvendosje në komunën e Vushtrisë nxiti val reagimësh kur pranë Albin Kurtit u shfaq një emitur e cila recitoi një poezi me përmbajtje të fortë politike, sulme ndaj kundërshtarëve dhe lavdrime për liderin e lëvizjes vetëvendosje. Poezia e të miturës në fushatën e lëvizjes vetëvendosje, veç të tjerash përmbante dhe mallkime ndaj kundërshtarëve politik të lëvizjes vetëvendosje. Përdorimi i fëmijëve në përfushata zgjedhore është ndaluar edhe me ligjin për zgjedhje. Sipas rregullorës për zgjedhjet, asnjë subjekt politik i certifikuar nuk mund të angazhojë persona në moshën 15 vjeçare në fushatë zgjedhore, ndërkohë pjesëmarrja e fëmijëve në përfushata nuk mund të bëhet pa prezencë apo pëlqimin e prindërve. Paraqitja e së miturës në tubimin zgjedhor të lëvizjes vetëvendosje, përveç rregullorës bie ndesh edhe me ligjin për zgjedhjen dhe konventat për të drejtat e fëmijëve, vlerëson ish-kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala. Sipas Shalës, dënimi nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për lëvizjen vetëvendosje mund të mbërrijë deri në 40.000 euro. Po keq përdorën, kështu që unë konsideroj se këtu duhet të bërë një ankesë dhe ankesa të shkojnë PZAP dhe se atër dënimet parashihen sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dikun deri në 40.000 euro dënimi
maksimalisht. E tash mbrana kyçysh e merr PZOP, atëherë si është asaj që vlerëson sa të jepet dënimi mirë, po një herë për gjithmonë duhet ndaluar keqpërdorimin e fëmijëve për fushat zgjedhore, nga se kjo përveç me ligje që është përcaktuar në ligjit e Kosovës, kjo është ndaluar edhe në konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të fëmijëve. Paraqitjen e së miturës në të bimë zgjedhor, e cila përmes një poezie përçoi mesazhe politike, gjuhë të urrëties por edhe mallkime, e dënoi edhe organizata jo qeveritare e Koalicionit për Fëmijë. Përfaqësuesja e KONF, Klevis Bashari, tha se përveç kujdesit që duhet të tregojnë subjektet politike, rol të rëndësishëm për mos përfshirje të fëmijëve në politik kanë edhe prindërit. Kryesisht kemi orientuar thirrjen duke nisur prej subjekteve politike, duke vazhduar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sigurisht me prindrit dhe familjet. Unë e përmenda që vazhdojnë ende të jenë bërthama, pra prindrit duhet të jenë edhe ata shumë të kujdesshëm për të mos i promovuar, për të mos i lejuar fëmijët, domethënë që të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve, po ashtu edhe mediat. Unë përfitoj edhe një nga rastet, i ftoj që sikur se kanë bërë deri më sot, vazhdojnë ta bëjnë atë monitorimin shumë aktive dhe të shpërfaqen raste të tilla. Kjo nuk është hera e parë që fëmijët përdoren në fushata zgjedhore për qëllime politike. Edhe në zgjedhjet e kaluara, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa u kishte shqiptuar subjekteve politike Mira Eurogjoba. Përfshirja e fëmijëve në fushatën zgjedhore ka ngjallur reagimin e kryetarit Vushtrisë dhe të organizatave të shoqërisë civile. Ferhat Idrizi, nëpërmjet një deklarate, ka dënuar paraqitjen e fëmijëve në tubime partijake, duke thënë se komuna e tij nuk meriton diçka të tillë. Ndërkohë, gjatë ditës lidhur me këtë çështje, Instituti Kosovar për Drejtësi dërgoi ankesë në PZAP. Kryetari i Vushtrisë Ferhat Idrizi ka thënë se fëmijët nuk guxojnë të përdoren në tubime elektorale dhe për qëllime politike. Kjo nuk është politika që meriton Vushtria, fëmijët nuk duhet përdoren për qëllime politike, të dashur qytetar ju ftoj ta vlerësoni vetë. Sipas rregullorës së Komisionit Qendror për Zgjedhje, asnjë subjekt politik nuk lejohet që të angazhojë persona në moshën 15 vjeç për fushata zgjedhore. Për këtë çështje, ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dërgoi Instituti Kosovar për Drejtësi. IKD ka shikuar videon e këtij tubimi, në të cilën shihet se kryetari i këtij subjekti politik, Albin Kurti, i jep hapësirë në skenë një vajze e cila reciton poezi me mesazhe politike, duke pasur të veshur një bluzë me logon e subjektit politik, Lëvizja Vetëvendosje. Nga pamjet audiovizuale, duket të jetë se vajza në fjalë e përfshirë në këtë aktivitet është fëmijë dhe paraqitet si person nën moshën 15 vjeçare. Megjithatë, para Institutit Kosovar për Drejtësi, ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, kundër lëvizjes vetëvendosje për përdorimin e fëmijëve në fushat zgjedhore, bëri Lidhja Demokratike e Kosovës. PZAP bëri të ditur se do të marrë vendim në bazë të ligjeve në fushi. Kjo çështje është e rregulluar me rregulloren zgjedhore për fushatën zgjedhore, monitorimin e fushatës zgjedhore dhe deklarimin financiar, konkretisht menin 5, paragrafi 3 dhe 4. Në raste të tilla, PZAP do të veprojë dhe do të vendosë për secilin rast veç, bazuar në faktet dhe provat e paraqitura, si dhe në dispozitat e legjislacionit zgjedhor në fuqi. Për përdorimin e fëmijëve në fushata zgjedhore, veçanërisht për rastin e Vushtri, kanë reaguar edhe organizata që merren me mbrojtjen e fëmijëve, të cilët kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për përfshirjen e tyre në fushata zgjedhore, duke theksuar se fëmijët duhet të mbahen larg aktiviteteve që mund t'i ekspozojnë ndaj manipulimit politik apo presionit publik. Numri i adoleshentëve nën 14 vjeç që po bien në ndesh me ligjin është në rritje, ndërsa pikërisht në ditën ndërkombëtare të fëmijëve u lansua fushata Drejtësi që sheh fëmijën. Ky instalacion, i cili u vendos në hapësirat e Pallatit të Drejtësisë, synon të përçojë mesazhin për rëndësinë e parandalimit, rehabilitimit dhe riintegrimin e të miturve në konflikt me ligjin. Fushata e cila u lansua nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve dhe Terdes Home në Kosovë, ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e institucioneve dhe publikut për parandalimin e përfshirjes së të miturve në situata konflikti. Sipas drejtoreshës së KONF, Donjeta Kelmendi, shqetësuese është numri i fëmijëve që po bien ndesh me ligjin e që janë në moshën 14 vjeç. Do të themi që në bazë të vlerësimeve të koalicionit të OJQ për mbrojtjen e fëmijëve, legjislacioni në Kosovë është konform
standardeve ndërkombëtare dhe praktikave ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për të mitur. Megjithatë, bazuar në hulumtimet tona, ato që ka paraqar ligjvënësi dhe ajo e cila përcaktohet në legjislacion, jo gjithmonë zbatohet në praktik dhe në interesin më të mirë të fëmijës. Duhet të përmendim që sidomos viteve të fundit kemi rritje të numrit të rasteve të fëmijëve të përfshirë në vepra dhe në konflikt me ligjin, sidomos po flasim edhe për raste të fëmijëve të cilët janë nën moshën 14 vjeçare. Shërbimet për fuqizimin e fëmijëve dhe për andalimin e fëmijëve për të rënë në konflikt me ligjin, pothuajse janë nën ekzistente, jo ekzistente për moshën nën 14 vjet. Ndërsa sfiduese po ashtu paraqitet edhe zbatimi efikas i masave të diversitetit. Sipas Fjolla Tërmkollit nga Terdes Hom, në Kosovë, fushata drejtësi që sheh fëmijën do të promovojë qasje alternative ndaj ndëshkimit, si dhe do të nxjisë bashkëpunimin ndër institucional dhe forcimin e kapaciteteve profesionale. Është një simbol, një lodër që simbolizon fëmijërinë, e kuptimi i saj nuk është vetëm simbol artistik, por përfaqëson një realitet që shpesh harrojmë ta shohim, që është përtej procedurave, përtej statistikave, përtej rasteve. Ai na kujton se pas çdo dosjeje, pas çdo vendimi dhe pas çdo vepre penale është një fëmijë. Prandaj mund të themi që drejtësia për të mitur nuk matet me ashpërsinë e dënimit, por me aftësinë tonë për ta reintegruar dhe risocializuar në shoqëri atë fëmijë. Çdo fëmijë në konflikt me ligjin duhet të trajtohet në mënyrë humane, me dinjitet dhe në përputhje me nevojat e tij, tha avokati i popullit Naim Qelaj. Në çdo rast kur një fëmijë bie në konflikt me ligjin, ne duhet me kthy vëmendjen edhe nga veprimet tona, sepse shteti, shoqëria, familja, shkolla, prindrit, jemi përgjegjës për veprimet që ata i kryejnë. Gjithmonë dhe në çdo situatë sigurohemi që të merret parasysh interesi më i lartë i fëmijëve, deklaruan përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor dhe nga prokurori i shtetit. Në të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me fëmijët të marra qoftë në institucionet publike ose private të mirëqenies shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderat parësore. Obligimi ynë institucional nuk mund të kufizohet vetëm në zbatimin rigoros të ligjit. Përgjegjësia jonë është që përmes instrumenteve juridike në fuqi dhe mekanizmave institucional të krijojmë mundësi reale për rehabilitim, edukim dhe reintegrim të miturve që kanë rënë ndesh me ligjin. Derisa të rriturit premtonin llogaridhënie institucionale, forcim të mekanizmave mbrojtës dhe mirëqenie për fëmijët, të vegjëlit kremtonin ditën e tyre. Kam dalë me festu një qershoren. Në shesh për një qershoren, jena knoq, kena shku mi këshirë mi luar dhe loja. Mua më pëlqen shumë dhe më duket më bukura, sepse të gjithë fëmijët mblidhen dhe kënaqemi. Sot më bëm të lumtur se të gjithë fëmijët mund të jenë bashkë dhe të kënaqen në këtë festë. Një ngjarje tjetër filloi sot në kryeqytet ku Komiteti Olimpik i Kosovës bëri të ditur programin e javës olimpike 2026, e cila do të shënohet me një sër aktivitetesh sportive dhe promovuese në vend. Në kuadër të saj do të zhvillohen aktivitete të ndryshme me qëllim të promovimit sportit, vlerave olimpike dhe jetës aktive. Presidenti i Kokut, Ismet Krasniqi, theksoi se fokusi kryesor mbetet tek fëmijët dhe masivizimi i sportit. Falenderoj gjitha komunat e Kosovës, sepse në këtë aktivitet marrin pjesë rreth 26 komuna në mbar Kosovën dhe me siguri që gjithë fëmijët e Kosovës do të kenë mundësi që të marrin pjesë në këto aktivitete gjatë javës olimpike dhe të mësohen me lëvizjen olimpike dhe të formohen me sporte të ndryshme. Pra, dita kryesore e kësaj jave është 4 qershori, ku do të jetë një aktivitet edhe më i madh në Prishtinë, ku do të ketë fëmijë nga mosha të ndryshme 6 dhe 7 vjet, nga gjithë Kosova dhe do të jetë një vrapim i bashkë. Hapjen e kësaj jave, kryetari i Prishtinës Përparim Rama e ndërlidhi me përgatitjen intenzive që po bën kryeqyteti si nikoqiri lojrave mesdhetare 2030. Dini që kryeqyteti ka një fokus të veçantë tash në aspektin e sportit, sepse jemi edhe në proces të përgatitjeve për lojrat mediterane të vitit 2030,
ku edhe Prishtina është një koqire këtyre lojrave, kështu që kemi përshpejtu intensitetin e krijimit edhe të hapësirave sportive, hapësirave të ndryshme sportive, në bashkëpunim edhe me Komitetin Olimpik, me federatat të ndryshme, po ashtu edhe me Ministrinë e Sportit. Prandaj sot jam më së i gëzuar që jemi këtu së bashku, edhe së bashku po i shtyjmë proceset për të para për të mirën e të rinjve tonë. Nga ana tjetër, Halil Sulejmani, kreu i Komisionit Organizativ dhe i Federatës Atletikës, bëri të ditur se me 4 qershor, mbi 1000 nxënës do të pushtojnë qendrën e kryeqytetit për një vrap masiv, duke kthyer atë në një festival të vërtetë të sportit dhe rinisë. Janë të kyçuna shumë federata në shumë komuna të Kosovës, ku në bashkëpunim me Komitetin Olimpik, gjithsesi komisionin i cili i përcakton njerëzit që do të jenë në vendet direkte, në mënyra të ndryshme, mos t'i përmeni se cilët sport, por shumë sporte, por ditë kemi zgjedhur, si e përmenen edhe të dytë presidenti Komitetit dhe kryetari komunës, është dita olimpike, është e përcaktuar me 4 qershor, ku 1000 fëmijë do të jenë në qendër dhe do të ketë edhe gjëra tjera të cilat e përcjellin këtë ditë, që bashkarisht me fëmijë për moshës 6-7 vjeçare, dhe ta bëjmë vërtet një ngjarje, festival, sepse Kosova nuk ka pas para shumë vite Komitet Olimpik të organizojë. Aktivitetet e javës olimpike do të vazhdojnë me prezantimin e sporteve të ndryshme në sheshet kryesore të Prishtinës, ku qytetarët dhe fëmijët do të kenë mundësinë t'i njohin nga afër disiplinat e larmishme të sporteve dhe do të bëjnë hapat e tyre të parë drejt jetës aktive. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuz ndaj 5 personave të cilët dyshohen për kryerjen e veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë. Sipas njoftimit të prokurorisë, pandehurit PN, ZD, II, SM dhe JD akuzohen se në cilësinë e pjesëtarëve të policisë serbe në stacionin policor në fushë Kosovë kanë kryer krime lufte më 6 maj 1999. Në akt akuz thuhet se të pandehurit kanë ndaluar dhe marrë me forcë 5 civil, të cilët më pas janë transportuar nga stacioni i trenit në një lokacion të njohur si Megja, ku dyshohet se janë ekzekutuar me armë zjarri. Policia e Kosovës ka sekuestruar afër 26 kg marijuanë dhe ka arrestuar 3 persona. Substanca narkotike është gjetur pas realizimit të planit të koduar kontrolli, ku në pikë kalimin kufitar në Vërmic janë identifikuar 2 veturat dyshuara për transportim të substancave narkotike. Sipas njoftimit policisë, veturat kishin targa serbe dhe pastaj njëra nga to është ndaluar për kontroll në Zveçan, ndërsa tjetra në Jarinj. Sipas njoftimit, 3 personat e dyshuar përfshirë në rast, nga cilët njëri shtetas i Serbisë dhe 2 shtetas të Malit të Zi janë arrestuar. Në Prishtinë u organizua ceremonia zyrtare e lansimit kompanisë Fin Energy Group në partneritet strategjik me Greenwatt nga Finlanda. Hyrja në tregun kosovar të kompanive holandeze me projekte për energjinë solare është bërë përmes partneriteteve lokale në sektorin e baterive energjetike dhe energjisë së gjelbër. Kompania Greenwatt nga Finlanda hyn në tregun e Kosovës me mbi 30 vjet përvojë në energjinë e renovueshme, duke ofruar zgjidhje të avancuar në energjinë solare, ruajtjen e energjisë dhe ndriçimin industrial me efikasitet të lartë energjetik. Kosova po bëhet një treg shumë i rëndësishëm për bateritë energjetike, pasi shteti ka nisur projekte të mëdha për ruajtjen e energjisë me bateri në bashkëpunim me KOST dhe MCC. Në tregun kosovar tashmë operojnë disa kompani të sektorit të energjisë. Po, na e kemi pas sikur mundësi edhe sikur të ardhmen, që tash për me bëj investime. Deri që tash kemi pas shumë investime me solare, ja ke fillu kjo diçka është e re, me kompanitë nga Finlanda jemi të bashkëpunuar, e kemi bëu ato sikur know-how. Tash kompanitë e Finlandës me kompanitë vendore jemi të bashkëpunuar që Kosovë tash me pru edhe bateria që i ruajnë energjinë. Deri tash kemi pas shumë kompanitë që kanë nu solar për me
zbrit shpenzimet e energjisë, po tash ato solarët ato do mi pas edhe mi bashkangjitë edhe baterinë që me mujtet me përdor maksimum edhe panelet solare. Po tash me kështu gjendjen aktuale që kemi në Kosovë dhe faturat e energjisë elektrike që janë të bërë këtu në Kosovë janë të moja, kjo ka shumë dobi sidomos për bizneset lokale dhe ato që kanë fabrika që janë të pagu shumë të larta për energji. Kosova është duke investuar fuqishëm në energji të gjelbërt ku po ndërtohen projekte të mëdha solare afër Prishtinës, po zhvillohen parqe industriale për investitorë të huaj dhe janë paralajmëruar mbi 30 milion euro investime në infrastrukturë industriale. Këtë vërteton edhe Naim Dedushaj nga rjeti i bizneseve. Investimi, promovimi po vjen nga diaspora, nga mergata jonë, pikërisht nga disa djemtë që jetojnë nga Finlanda me bashkëpunëtorët e tyre që janë finlandezë. Momenti i duhur është për Kosovën dhe për këtë rajonin, sepse bateriat janë shumë të nevojshme për Kosovën, duke pas parasysh se bizniset, familjet, Kosova po përballohet me shumë probleme për rrymë elektrike. Prandaj është momenti i kyç dhe shumë me rëndësi. Në këtë takim u tha se me këtë bashkëpunim në forcimin e lidhjeve gjithnjë më të forta ndërmjet Finlandës dhe Kosovës, ndërmjet kompanive, profesionistëve, institucioneve dhe njerëzve. Ekspertë e kësaj fushë thanë se këto bashkëpunime ndikojnë në forcimin e marrëdhënieve ekonomike, krijimin e vendeve të punës, sjelljen e teknologjive të reja dhe nxitjen e inovacionit. Pas shumë vitesh në emigrim, Sadete Muriqi u kthye në Kosovë ku vendosi t'i përkushtohet pasionit të saj për lulet. Përveç punës së përditshme me to, ajo ndau edhe disa këshilla se si duhet ruajtur lulet e fresta për kohë më të gjatë. Kjo është Sadete Muriqi. Kohën e kalon mes luleve me ngjyra e aroma të ndryshme. Nga përzgjedhja e luleve deri tek përgatitja e buqetave, çdo ditë sjell punë dhe kreativitet për raste të ndryshme. Zonja Muriqi nuk hezitoi të na tregojë nga afër procesin e përgatitjes së një buqete. Ajo shpjegon se zgjedhja e luleve, kombinimi i ngjyrave dhe mënyra e paketimit janë detajet që e bëjnë çdo krijim unik. Kjo është një buqet me zambak edhe me krizantema, kemi një porosi për një kliente, me trëndafila, ngjyrë rozë. Kjo është thirret eustoma, është një lule shumë e bukur edhe kjo, ka shumë ngjyra. Në momentin e kemi qenë parë. Tash e bëjmë paketimin me ngjyrë rozë. Tash e qesim ujë, ftaftë, që të rritë tjetër freskët. Trëndafilat përgjithësi mos i tre nuk u të me najtë ma shumë se një orë jashtë ujët, për me najtë ma freskët. Përveç përgatitjes së buqetave, ajo foli edhe për rëndësinë e kujdesit ndaj luleve pas blerjes së tyre. Sipas saj, mirëmbajtja e duhur ndikon drejt për drejt në jetëgjatësinë dhe freskinë e tyre. Po nëse është lulja për shembull lule në saksi, secila lule ka mënyrën e vet në mbajtjes. Për shembull kjo lule thirret anturjen, kjo nuk don shumë. Kjo don pak ujë një herë në javë, jo shumë i qitë. Njerëzit shpesh ankohen në kaprish, po shumë shpesh ndodh që i qesin shumë ujë, se kujtojnë mos po ju thahet prej ujit. Kjo lule që dojnë një herë, për shembull orhidea, nuk do shumë ujë as kjo. Kjo duhet me qit me shtin ujë, me lënë 3, 4, 5, 6 sekonda, me nxjerr jashtë, pastaj me lënë. Jo me qit ujë për mi, edhe një herë në 2 javë. Për Sadetën, puna me lulet është pjesë e përditshmërisë së saj, ndërsa interesimi i qytetarëve për to mbetet i pranishëm gjatë gjithë vitit, veçanërisht në raste festash dhe organizimesh familjare. Për më tepër informacione vizitoni portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim në edicionin e radhës.